shumë e këpëtyrë të tërë. Po kombinohet. Gjelbër dhe ta prishi kombinimin, no? Ja. Jo, ha? Ani, okej. Okej, vazhdojmë? Po. Me? Faktikisht pak para e patë edhe shpicën e WhatsAppit, po, me neve është WhatsAppi, ashtu si që varë lemruam edhe në fjetë mirë, por para se me dalë në bisedën e WhatsAppi, kemi me shku, kemi me ndjek, se kush është faktikisht s'janë si ti. Dashna me formullu ndryshe për Kush s'janë si jo? Jo, kuj ti thot shpendi s'janë si ti. Po, kjo ka kuptim pak. Perfekcion gjithmonë ty muj me s'përshkru, po s'po di prej ku me fillu. Pagu klap nuk është njësoj, ti bëmbon këti spidoj. Let folin, let kallen, njësa e kam për gjelosis. Let folin, let kallen, ti bom dyqon prej bukuris. Ti po mjep shumë energji, trupi jot kryo kam rrit. Doj mu bo si ti, po s'ja si ti, nuk ja si ti, ka shumë gjelosi, se s'ja si ti, nuk ja si ti. Doj mu bo si ti, po s'ja si ti, nuk ja si ti, ka shumë gjelosi, se s'ja si ti, nuk ja si ti. Po këshyrin krejti qyshe vesh, zemra qohet pesh, nëse zona te provojnë, njejtë prap na e kërkojnë. Let folin, let kallen, njësa e kam për gjelosis. Let folin, let kallen, i bon dyqon prej bukuris. Rejdoj mu bo si ti, po s'ja si ti, nuk ja si ti. Se s'ja si ti, nuk ja si ti. Rejdoj mu bo si ti, s'ja si ti, nuk ja si ti. Ka shumë gjelosi, se s'ja si ti, nuk ja si ti. Rejdoj mu bo si ti, po s'ja si ti, nuk ja si ti. Ka shumë gjelosi, se s'ja si ti, nuk ja si ti. Rejdoj mu bo si ti, po s'ja si ti, nuk ja si ti. Ka shumë gjelosi, se s'ja si ti, nuk ja si ti. S'janë si ti, thot shpende. S'janë si ti. Kanë shumë gjelozi se s'janë si ti. Kush thot si ti?
Gjithë ato se cili mendon për vete. Mirë se erdhe Shmed. Mirë se Dhe unë mirë për projekte, suksesa. Faleminderit. Për të drejtë një projekt shumë ndryshe nga herët e tjera. Atë po komentonim dhe në studio, ndërkohë që po shikonim, shumë urban, shumë bukur, me stil, veshje, ku diun, street style, etj. Ashtu e vërtet. Zakonisht gjithmonë kam dashur të bëj manipulime në stile në zhandre dhe pasi se punoj edhe si producent bëj, domethënë duhet dëgjoj shumë, dëgjoj mjaft domethënë muzika të ndryshme, botërore, shqipe, kështu që edhe për vete këtë herë kam diçka të cilë një rrymë më ndryshe, më fresh. Bukur. E bukur. Në ndërkohë pam që edhe teksti edhe muzika të takonin ty. Ashtu. Dhe melodia ishte dikush tjetër. Po. Si i përputhe, si ngjitet gjitha këto bashkë, sa kohë ke që punon për të njëjtën? Në fakt kemi fillu shumë kohë më përpara të realizojmë këngën dhe ja tani ishte fati që ta përfundojmë, që ta realizojmë. Ideja të ishte ndoshta mund them gati një vjet që u nis kjo këngë dhe pastaj ndërpreva punën, bëja punë tjera, kështu që fillova pastaj të vazhdoj prapë ta bëj. Një falënderim të madh bashkëpunëtorit tim të këngës që ka bën melodinë dhe shumë ideja do të thotë që më ka dhënë është edhe raperi Lenny X apo siç e njohim ndryshe si Javni Musliu nga Kumanova, është një raper që më herët do të thotë është marrë me rap, ku në fundit nuk është duke marrë një jetë me këngën e bashkëpunimit me Adrian Gaxhan i branduar, kur kanë pasur këngën. Është Lenny X që e kam gjithashtu edhe shok shumë të mirë dhe bashkëpunëtor shumë të mirë. Ka ide. Do të thotë për melodinë më shumë kujdes ai, muzikën, në fakt orkestrimin e këngës edhe tekstin e kam bë vet, po normalisht gjithmonë me bashkëpunim, domethënë edhe normalisht edhe me ide të atij. Kurse për videoklipin është përkujdesur Frame-In Production nga Kumanova gjithashtu. Është një projekt 100% kumanovar, i bom, normalisht pastaj i plasum në gjitha vendet tjera. Arben Fezullahu, producent, Arman Mehmedi, realizuesi i videoklipit, montazher dhe regjisori, kanë bërë një punë, besoj se do ta pëlqej publiku tani. Janë njerëz profesionistë që e kanë dëshmuar veten edhe në filma të metrazhit të shkurt të gjatë që kanë pasur edhe çmime kombëtare, ndërkombëtare dhe normalisht se është nder të punohet me ato. Ndërkohë që do kemi mundësi që të shohim edhe videon edhe në transmetim në studio, kam përshtypjen në mënyrë që të kemi edhe më të afërt për atë që po flasim. Ndërkohë që do të shfaqet, ideet ishin të gjitha të produksionit për sa i përket atij partit të improvizuar, atyre kërcimeve dhe grupa e pjesëmarrësve, djemt dhe vajzat ishin shumë të mirë. I falenderoj shumë, kemi qenë një ekip shumë profesionale, në Mad Steps dhe We Are One Crew, do thotë gjithashtu nga Kumanova dhe i falenderoj shumë për një punë profesionale që në fakt ma kanë zbukuruar videoklipin, gjithë edhe persona statistë që kanë qenë në klip, gjithë ato vajza dhe djemë të bukura, i falenderoj që në fakt e kanë bërë një projekt që ma kanë zbukuruar në fakt. Dhe si u more vesh me ta? Si u bën ata pjesë e këtij projekti? Jemi njoft shumë më herët, në fakt. Lloj konkursi ose janë grup? Jo, janë grup. Do të thotë jemi njoftur ka pasur edhe më herët, do të thotë kanë pasur disa aktivitete, jemi njoftur dhe domethënë i kemi ftuar që të marrin pjesë. Gjithashtu edhe personat domethënë që janë paraqitur në videoklip kanë qenë, do të thotë, kanë pasur një shpirt, mund të them kështu, të madh artistik që me të vërtet e kanë bërë ato një punë profesionale. Këto është promovimi i videoklipit. Pikërisht desha të dalë këto. Sa i respekton promovimin e klipit? Çka mendon për promovimet e klipeve? Pasi që periudhën e fundit kanë filluar që mos të bëhen promovimet, thjesht lansohet kënga në YouTube edhe jo, në fakt pse jo. Së pari mendoj se duhet bëhet për shkak të gjithë, do thotë ato që e presin videoklipin, që janë për krahas gjithmonë tonë dhe ne duhet të bëjmë diçka edhe për ato. Gjithashtu duhet falenderu në fakt edhe lokalin prive, do thotë Lounge Bar, është një lokal
mund të them lirisht ndër më të mirë do thotë që i ka Kumanova dhe gjithmonë na ka përkrahur si për realizimin e videoklipit dhe si për ka promovimi. Dhe normalisht është mirë ja aty shihni se gjithë ekipi, ndoshta gjysma e ekipit është aty, se xhirimi ka ndodhur pak më herë dhe nuk patën ardhur gjithë, do thotë ja këto dhe ekipi janë që e kemi realizuar videoklipin. Është një ekip një profesionist. Njerë për njerë deri më tani, pasi se tash vetëm sa ka dalër videoklipi, momentalisht kam fjalë të mira që vinë. Besoj se pas një kohë. Atë natën e promovimit, kur u lansua normal në atë projektorin. Po. Ja, ky është momenti i lansimit i projektorit. Ishte një ndjenë krejt ndryshe, në fakt. Ishte një ndjenë ndryshe, pasi se duke bo montazhin disa herë, do thotë kisha po. Mirë, po kur jipet kështu para publikut për herë të parë si premier, më duket se dhunë se për herë të parë po e shoh. Edhe është ndjenë e mirë, ja pra pas dhënjes videoklipit. Duke uru me zveti, është Beni, producenti, Ermani aty, dhe kemi kaluar çaste të mira, është edhe me DJ. Po sa veta kishe të ftuar? Urna? Sa veta kishe të ftuar? Faktikisht sa ishit atë mbrëmje? Gjatë promovimit? Ishin shumë, në fakt. Tash jemi mundu pak a shumë të kapemi, domethënë për secilin nga pak do të thrasim, përveç se ekipit të videoklipit, gjithashtu edhe shoqëria, bashkëpunëtorë, domethënë kolegët, disa prej më larg që ishin nuk ka mundur të vinë, disa kanë ardhur më vonë. Këtu ja, përsëritën në xhirimet e më herët. Çka të shtyu të eksperimentosh këtë radhë kaq ndryshe? Po, mendova se publiku të duhet diçka e re. Thënë të drejtën, në fakt, deri më tani, derisa kam bërë muzikën e karrierën time, mendova mjaftë ishte vetëm se për vete, pak edhe për publikun më dëgjon, në fakt. Stilin drum and bass e dëgjoj mjaft, do thotë kam dëgjuar edhe shumë më herët, edhe thash pse nuk e bën një drum and bass pasi se edhe po dëgjohet shumë. Është dubstep me drum and bass. Sigurisht se ndoshta në projekte tjera të radhës do të bëja ndonjë diçka tjetër. Dua të manipuloj sa më shumë. Inspirimi. Faktikisht inspirimin ku e ke gjetë për ta krijuar këtë? Inspirimin prej vetë prej këtij zhandri. Dëgjoj mjaft dhe i pëlqej këtë ritëm. Red Hot Chili Peppers? Red Hot Chili Peppers, inspirimi ka qenë që t'jetë një sample, e bëme në këtë stil dhe dëgjoja muzikë derisa rastësisht, se jam fan si madh i grupit Red Hot Chili Peppers, se derisa po ndëgjoja disa këngë, aty për aty më shkoj mendja, thash se kjo mundet me i qëndru mirë këti ritmi, dhe e provova dhe doli mirë. Ashtu do thotë, nuk është diçka, do më thonë plagiat apo vjedhje, jo, kjo është sample dhe normalisht se jo vetëm se e pranoj, po edhe e them vetat, se me gjithë dëshirë e kam bën këtë manipulim. E bukur. Për familja, si e komentoj këtë video projekt? Familja, sigurisht se mirë, kam gjithmonë familjen për krajin e familjes. Normalisht, ato ndoshta pak jam mësuar me zhandre më të vjetra të 70-tave, apo kështu me ato që i kam këndu deri tash, dhe kjo është diçka interesante. Wow. Do të vazhdosh? Të eksperimentosh gjëra të reja? Do të vazhdoj. Do të vazhdoj. E gjem veten më mirë aty tashmë të zgjuar diçka që ndoshta të sjellë më ndryshe diçka? Po mendoj se po e gjej veten. Po pasi se e kam realizuar kështu deri tash sa kam dëgjuar disa fjalë të mira, do të thotë shpend wow, domethënë diçka që nga krejt ndryshe, edhe si më mësuat ndëgjojmë po përshtat që mendoj se po. Tash gjatë mbrëmjeve live kështu është më vështirë të këndojnë këto me band, po do të mundohem edhe domethënë që në mbrëmjet e tjera do të thotë që të organizohet, kem një ekip më ndryshe, domethënë një grup me DJ, do të thotë ketë një përzierje.
do të bëj diçka pak më ndryshe tani. Më më hike pi temës, më hike pi temës. Seansi ti si kush? Se cili mendon për vete se janë si ato. Se cili Jo, ti mendon t'ja për vete. këndu këtë këngë ndonjë vajzës, cilës? Shiko, në videoklip se cili bën, domethënë, një battle dhe se cili në mes vallëzon. Dhe shtyhen kush është më i mirë. Po, ma këty tajt për shumë për ty. Edhe tash e kam lënë pak publikut mendoj. Për ty shkru nalë për këngë. Po ka shumë vajza të bukura kështu që s'mundem tash të them për këtë ose për këtë. Për krejt. E ke dediku këngën e kujt? E ke dediku këngën e kujt? Jo, personal, jo. Në fakt e kam lënë thash se cilit mendoj a thu për kanë është fjala. Ajo është ma ëmbël kur mendon njeriu më shumë. Jo se nalë për ty. Se cili e merr për vete. Po, se cili e merr për vete. Po mirë është, Për shembull, mirë është, shumë mirë është, hajde. Për shembull, edhe unë për vete mendoj se jam më i mirë edhe s'ka. Edhe ti. Kështu që ka Mendoj. Mirjeta më miso. Mirjeta. E ka prej modestisë. Po se është nga gjinia më e bukur, kështu që patjetër se po. Po prapë se prapë një atmosferë e bukur. Dhe një videoprojekt i freskët, veçanërisht duke pas parasysh videoprojekte që ke pasur deri më tani. Ashtu. Është Lule, ngjyra, ritëm, vallëzim, atmosferë, parti. Ku është Xhiru kjo? Në teatrin e Kumanovës. Do thotë gjitha ka qenë në teatr, skenografia ka qenë gjithë e bërë nga ne, mendimin e produksionit. Pastaj është një grim shumë i mirë. Në fakt, mu më pëlqen një make-up profesional që e ka bo Max, e falenderoj shumë, që tërkohën ka qëndru aty, sepse xhirimet kanë zgjatur mjaft, do thotë prej dikun 9 mëngjesit deri në 2 natës. Dhe gjithë këto persona që po e shihni këtu vërtet janë tregu mjaft profesionist, pasi se është një punë e lodhshme dhe asnjëherë nuk dallohet këtu lodhja të cilën e kam pas. Kanë qenë në disponim dhe kanë bërë një atmosferë para kamerës shumë mirë. Sikur po bëhet diçka në kohë reale tani. Ashtu. Tamam duket freskët. Shumë fresh është. Ndoshta kjo ka ndodhur diku 1-2 të natës. Nga mëngjesi. Për stylingun. Po, për stylingun kush e përkujdes? Për stylingun në kujdes Bendina Abduli, që ka, domethënë që jo vetëm se për stylingun, për veshjet që është kujdese mirë, po gjithashtu edhe për ka organizimi gjithë videoklipit, domethënë që ka qëndru në krah të gjatë me mua dhe për produksionin. Ka bërë një punë profesionale edhe ajo, pasi sa është edhe nga ai drejtim, domethënë një stylingut. Mirjeta e ka një pyetje që është po ta bëj atë pyetjen. Sa herë që ka? Mbaroj gjithë kjo punë. A ka dhe sa për shembull që thuaj kisha mujt me ndryshu, mbasi u lansu si që po kret? Asnjëherë 100% nuk mundet, domethënë nëse është 100%, edhe nëse mendojmë se krejt do ta mbarojmë, diçka ka ide. Tash domethënë një ide ka gjithmonë se kështu do të ishte bën. Çka ka qenë këtu për shembull? Ajo, diçkaja. Diçkaja. Mos jep hapësirë. Po jo diçka konkretisht nuk ka diçka konkretisht këtu, po ai ka domethënë në shumë gjaja mos shumë të që arrit, domethënë të jetë disponimi i mirë, të jetë vallëzimi i mirë, të ketë ngjyra të mira, disponim. Ajo domethënë tani ka edhe detaje ndoshta të tjera që gjithmonë ekzistojnë, po ato janë normale dhe asnjëherë nuk përfundojnë ato. Ose do t'i flasim herë tjetër, sepse tani e ke euforinë e momentit e lancimit e tjerë, ta shijojmë, dhe më pastaj, kur do t'illet e tjetra e radhës, atë do themi, e kujton kër më pyte për atë tjetër? Ajo ishte dhe këtu e plëcova. Tash më trego për atë, e vërtet. Ku do t'jetë shpendi më së afërmi tani për Bajram? E martë është Bajram. Kam disa, në thënë të drejtën, kam mbrëmje, kam disa mbrëmje, kam në Preshevë, në Gjilan, do të kem mirë, po do të ndërpres, nuk do të marrë shumë mbrëmje, pasi se është tash sezona verore e dasmave, kështu që edhe në sezon të dasmave bëj muzikë domethënë në dasma, hengje familjare, dhe normalisht tash do të jem më i përqendruar aty. Jeni afër në mënyrë gjeografike me Preshevën, me Gjilani, si është publiku atje? Shumë i mirë. Në fakt kemi një mentalitet të ngjajshëm, sepse edhe ajo që e theti jemi afër nga pozita gjeografike. Kemi një mentalitet shumë me Gjilanin dhe me Preshevën shumë të parafërt.
Kështu që shumë mirë më presin, me të vërtet më presin mirë. Normalisht Kumanova është vendi im, tash edhe kam përkrojnë gjitha pas jam vendas, mirë po nuk mohohet, do më thonë edhe vendet tjera që shkojmë me të vërtet më presin mirë dhe jam falenderues për atë. Është interesant fakti që 3 qytete janë nga 3 shtete të ndryshme dhe në të njëjtën kohë kanë aq shumë afërsi njëri me tjetrin dhe aq shumë ndjesi. Presheva është një ndër vendet më të mira që kam kalu. Mund të them lirisht, sepse është një vend i vogël mirë, po ka atmosfera që të mirë sa që se merr me mend. Gjithashtu Gjelani. Bukur. Kumanova më vendi im. Kumanova më vendi im. Nuk bëhet fjalë Kumanova. Okej, shpejt faleminderit shumë. Një sezon të mbar, suksesshme, fillimisht, sepse ka përshtypjen që mbaret pastaj krejt viti nga ajo pjesë. Sigurisht se po. Dhe edhe shumë suksese të tjera me projekte të tjera. Faleminderit shumë edhe për prezencën time në emision tuaj. Në të mrekullueshëm, vazhdoni vetëm se kështu, jeni më të mirët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe suksese edhe juve. Faleminderit. Faleminderit e ty Genti, ke qenë këtu afër. Faleminderit për ftesën. S'ka gjë, faleminderit ty. Ka qenë kënaqësia ime, ke mundur këto ditë, po që. Okej. Vetëm pas pak, faleminderit dhe ju që ishit deri më tani, mirë po ju do të vazhdoni të jeni me ne, sepse vetëm pas pak do të themi me diçka tjetër këtu në pastaj.